Edicionin e vazhdojmë përsëri me vërshimet pasi që tani do shkojmë në një qytet i cili po vazhdon të përballë dhe të ketë situatë rënd për shkak të vërshimeve të ditët fundit është Mitrovica, komuna Mitrovicës së Jugut. Atje kemi në lidhje direkte komandantin e brigadës së zjarrtëfikësve të komunës së Mitrovicës së Jugut, Burimi Bishi, i cili do të na informojë lidhur me situatën aktuale dhe ndërhyrjet e njësisë së zjarrtëfikësve në disa prej zonave më të rënduara në qytet. Atëherë zoti Bishi, faleminderit që jeni në këtë linjë direkte sot me ne. Atëherë zoti Bishi, aktualisht në cilën zonë të qytetit gjendeni dhe cilat janë intervenimet e brigadës së zjarrtëfikësve atje? Për momentin jemi në lagjën Amina, ashtu e quajmë. Këtu i kemi avoku dikon rreth 20 familje. Për momentin gjendja është e qetë. Vërshimet i kanë marrë, do me thonë lagjën Amina edhe 2 korriku që janë më të prek në këtë zonë. Po, cili ka qenë numri i banorëve të evakuar gjithashtu në lagjën paraprake, në lagjën 2 korriku? 2 korriku është dikon ofër 30-40 pjesarë ose familjarë se mishë. A është kërkuar ndihma e zjarrtëfikësve për të evakuar dhe përse ka ndodhur vërshimet në këtë lagje? Nga ka ardhur e gjithaj ujë dhe ato vërshime në këto shtëpi? Pa, i këto dihet për shkak treshje më dhatë shirë, edhe s'ka bujt mi përcil lumet tonë dhe ka dojnë kashtrati për ata. Po, dhe aktualisht cili është kapaciteti zjarrtëfikësve për të evakuar dhe ka banorë dhe të tjerë të cilët po presin evakimin nga këto zona? Do me thonë, për momentin në ka, jemi në regull, do me thonë, kush ka dash me dalë nga shtëpit, i kemi evaku, për ndryshe, do me thonë, mbështetje kemi nga Agencioni Menaxhimit të Emergjencës nga MEA, janë një grup vullnetarësh që janë të me ne, që na kanë dhënë ndihmë dhe jemi në rregull. Për mes çfarë formave po bëhet largimi i tyre nga shtëpitë? Sa të vështirë kanë pasur vetë zjarrtëfikësit të bëjnë evakuimin e tyre? Këto zakonisht jenë aty i bardh me barka, me një motor të vogël edhe me to. Kjo zoti Bishi tregon që gjendja është e rënduar në këto zona, apo jo, për shkak se sasia e nivelit të ujit është e lartë? Po, është e lartë, mirë, po është të ra, nuk ka diçka ndaj shqetësim, po shkon të stabilizu gjendja. Po, dhe sa intervenime deri më tani janë kryer nga zjarrtëfikësit e komunës tuaj gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit që ka pasur vërshime në zonën e Mitrovicës së Jugut? Që 24 orë unë jam online. Do me thonë, jam shumë numër i madh i intervenimeve që nuk e kam evidencën. Po, dhe cili ka qenë kapaciteti i brigadës për të ndërhyrë të gjitha këto, a shtuar kapaciteti, a është i mjaftueshëm ky numër i zjarrtëfikësve për të ndërhyrë dhe gjithashtu a keni pajisje të mjaftueshme për të kryer këto ndërhyrje? Jo, kena mungesë zjarrtëfikësa, na jemi 26 zjarrtëfikësa, komuna Mitrovicës duhet i ketë 42 zjarrtëfikësa. Kemi mungesë shumë të madhe të zjarrtëfikësa, por me pajisje jemi aty dedikon, jo mirë, po kështu. Dhe zoti Bisha, është hera parë që komuna Mitrovicës së Jugut përballet me vërshime të tilla kaq të mëdha dhe numër kaq të madh të banorëve të cilët është dashur të evakuohen nga disa zona e disa lagje të qytetit? Jo, kanë qenë edhe vitin 2021, si përbase, gjë që nuk është e hera parë. A keni pranuar gjithashtu thirrje dhe kërkesa edhe në fshatra përreth komunës së Mitrovicës së Jugut? Po. Për sa thirrje ose për sa raste keni intervenuar? Po, bram jemi kanë në fshatin Rahov, në lagjën Trepqa, në Vedim Req, do zona që po mbi nërben, aty shpejt. Po, dhe për sa familja, keni numër afërsisht sa familje ose sa banorësh dashur të largohen nga ato zona? Janë për shembull këta ekipet e zjarrtëfikësave që e mojnë evidencën, por momentin nuk kam informacion, mirë po është bukur i madh. Po. Dhe a keni pasur probleme sa ka qenë bashkëpunimi i banorëve për të larguar për këtyre zonave? Ka pasur banorë që ndoshta kanë refuzuar ose nuk kanë dashur të largohen nga shtëpitë e tyre? Po. Problemi më i madh është këtu të na që nuk po dojnë më largu të gjithë, për shkak se po rrinë shpejt. Neve tani po na krijojnë të lashe për me shku me vizitu që qysh është gjendja.
Dhe zotni Bishë, do të vazhdoni të qëndroni dhe të vazhdoni evakuimin e banorëve në këto zona cilat po kërkohet edhe gjatë orëve të natës sonte? Patjetër, po. Atëherë ju falenderoj shumë që ishit në këtë linjë direkte. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Kemi qenë në komunën e Mitrovicës së Jugut ku diskutuam me komandantin e zjarrfikësve të brigadës në Mitrovicën e Jugut lidhur me banorët dhe evakuimin e disa prej lagjeve atje në Mitrovicë të Jugut dhe